Një vepër artistike në muzeun kombëtar historik ka shkaktuar një debat të madh, po për të folur mbi këtë debat, unë kam ftuar pikërisht artistin që ka kryer këtë instalacion, Blerta Kamo. Blerta, është një kënaqësi që të kam në këtë intervistë, e para për të folur mbi veprën tënde dhe arsyen pse e ke bërë, por së dyti duke adresuar edhe disa replika apo disa reagime shumë të ashpra online lidhur me veprën, shpeshherë të keq kuptuara. Fillimisht dua të flas një herë për veprën, si të lindi ideja dhe frymëzimi për ta realizuar atë. Frymëzimi kanë qenë gratë të prekur nga kancer në gjin. Kam biseduar me to. Kjo mbasi Dona Goda, që është drejtoresha e YVCA, një organizatë që merret me ndërgjegjësimin ndaj kancerit të gjirit, më kontaktoi në maj, dhe më tha mendo diçka për tetor, që të bënim një vepër artistike, pra përveç komunikimit që ata bëjnë zakonisht, që është pak më i drejt për drejt, donte të diçka më simbolike. Dhe duke qenë se unë merrem shpeshherë me çështje sociale, më drejtoj këtë gjë. Unë fola me shumë për këtyre grave dhe ajo që kuptova që anën e përjetimit të betejës me kancer në gji, duke qenë se unë nuk e kam kaluar vetë, nuk mund ta kuptoja pjesën e dhimbjes, por ajo që mund të kuptoja ishte pjesa e forcës, pjesa e çfarë do të thotë, çfarë është ajo forcë që del, që as nuk e di që e ke brenda vetes dhe del kur ke këtë situatë. Dhe sigurisht edhe me stigmatizimin që vjen etc. Dhe duke më përmbledhur këto, mendova që kam nevojë për një figurë femërore shumë të fortë, të cila duhet të simbolizonte gjithçka një metaforë, nuk është e drejtë për drejtë. Dhe ndaj bëra këtë lloj ndërhyrje ku mbi mozaikun që ndodhet tek Muzeu Historik Kombëtar, tek figura e Shqipërisë, që përfaqëson simbolikisht Shqipërinë, gruaja, pra personazhi kryesor, vendos një mozaik përballë, një lloj me mozaikun origjinal, vetëm pjesa e saj si thua ndryshon, pjesa që asaj mungojnë flokët, është qerose, që zakonisht vjen me kimioterapin, është momenti ndoshta më i errët për shumë prej këtyre grave dhe ka një shenjë të gjirit djathtë që është pak duket si prerje, që në fakt simbolizon pikërisht mazektomin, që është gjithashtu për të mos u përhapur kanceri në pjesën e tjetër të trupit, gjithashtu është shumë traumatike. Po kjo nuk ishte për të thënë që kjo i përfaqëson dhe që ne duhet të identifikojmë këto gra me këtë, po ishte për të thënë që pavarësisht kësaj periudhe më të errët që është shumë e vështirë për to, ato prap kanë forcë dhe shfaqen me integritet, me bukuri, me krenari dhe që duke qenë se personazhi ka këtë posturë që ecën përpara, me duart lart, fitimtare, dhe që përfaqëson sigurisht Shqipërinë, gruan shqiptare, doja që të ishte mbi atë mozaik. Pa e prekur atë, ka një distancë midis mozaikut origjinal dhe mozaikut të përkohshëm që do vendoset vetëm për 10 ditë tani. Fillimisht ishte 12 ditë, tani është 10 ditë për shkak të kohës, për shkak të motit. Dhe pastaj do rikthehet siç ishte. Besoj se është e rëndësishme kjo pjesa për të sqaruar që mozaiku nuk është prekur dhe së dyti do jetë diçka e prekohshme, pra nuk do jetë është thjesht diçka ndërgjegjësuese momentale, pra nuk do jetë diçka që do qëndrojë pafundësisht aty që prek dhe mozaikun konkretisht. Risjellja e simboleve, në fakt simbole kombëtare zyrtarisht me ligj, në fakt është himni dhe flamuri. Por le të themi që ka një simbolik për njerëzit, përfaqëson në kujtesën e tyre diçka. Risjellja ose përdorimi i imazheve të ndryshme që kanë lidhje me traditën tonë janë përdorur më parë nga artistë, jo vetëm që është shumë e përhapur ndërkombëtarisht, por edhe në Shqipëri nuk jam absolutisht e para, mos them që bëhen çdo vit, çdo ditë. Unë së fundi pash një shfaqje teatrale gjithashtu që janë risjell motivet shqiptare në një formë krejtësisht bashkëkohore. Kështu që kjo e kuptoj që njerëzit ndoshta një pjesë nuk e kanë parë këtë gjë, sepse është aty në hapësirë publike, por ka ndodhur dhe në fund të fundit është diçka që nuk e dëmton sepse nuk e prek dhe vjen në një formë po artistike. Pra nuk është se ka ndërmend të sjellë një mesazh tjetër, ka një kauz nga pas. Dhe fillimisht, në fakt, kur u vendos aty, qoftë në instalim, domethënë 24 orë të përpara se dikush ta keq përdorte, sepse të gjithë njerëzit që kanë parë, kishte një mesazh, kuptohej, ishte sqaruar, ekzistonte shkruar diku, dhe të gjithë njerëzit kanë qenë shumë të prekur, të gjithë. Unë kam marrë mesazhe nga gratë, njerëzit që e shihnin aty duke kaluar dhe e kuptuan.
Dhe pastaj ndodhi që dikush qëllimisht i keq informoi dhe keq përdori dhe trilloi komplet një narrativ tjetër, shumë të frikshme, me prova sipas tyre, dhe përhapi këtë panik online në rrjet, dhe aty filloi dhe ndryshoi qasja e njerëzve, filluan njerëzit të dyshonin. Nuk po them të gjithë, sepse nuk e përjashtoj automatikisht një kategori të njerëzve që kanë lexuar vetë dhe nuk ka pasur nevojë, po për fat të keq rrjeti ndonjëherë më duket sikur i bën më agresiv njerëzit. Kam parë njerëz që unë i njoh shumë mirë personalisht, më bëri përshtypje për shembull një zonjë që e kam takuar rastësisht, punonte si kuzhiniere tek disa miq të mi në jug, përkohësisht në sezon. Dhe shumë e ëmbël, shumë e dashur, bënte edhe disa gjëra që, domethënë, kërcente dhe i vinte turp të kërcente në familjen e saj që ishte pak më tradicionale. Person i ëmbël dhe unë e shoh një koment online agresive. Shumë agresive, nuk po më besohej. Dhe thash, okay, aty kuptova që dakord, rrjeti ndoshta për shumë arsye, ndoshta ka një lloj frustrimi që nuk kuptohet dhe njerëzit nuk e kuptojnë atë vrerë që ndoshta çojnë tek tjetri, po janë të transformuar. Dhe që nga një moment fillova dhe këto më komente t'i marr në një mënyrë më të moderuar, nga keq informimi. Pastaj ajo e fshiu komentin, domethënë nuk i tha askush asgjë, e fshiu vetë, kështu që me sa duket dhe kam patur njerëz që më kanë kërkuar falje më pas, dje ishte dikush që më tha unë jam ungjillore, tha, dhe e kemi keq kuptuar dhe kërkojnë ndjes. Dhe dje që nuk janë të gjithë njerëzit besimtarë kështu. Pra jo gjithë janë bërë pjesë e kësaj. Po, jo pjesë e kësaj. Pra, kanë qenë këto dy kategori, ka qenë vreri i njerëzve që mua më vjen keq që zgjohen në mëngjes dhe puna e tyre është të nxisin urrëtie. Domethënë do të jetë një gjë shumë e trisht të jetosh në një botë ku puna jote ti paguhesh që të flasësh me urrëtie. Domethënë, se di, më vjen keq, vetëm keqardhje ndjej. Nuk kam fare mërzi, sepse kur e mendoj më trishton për ta. Por këtë që të e bëjnë ama, dhe këtë e kanë bërë, dhe kanë nxitur një pjesë të njerëzve plot urrëtie dhe pastaj pjesën tjetër janë ata që kanë qenë jo të informuar dhe që tani mendoj po e kuptojnë dhe kanë kuptuar. Kështu që kjo është qëllimi im pse dhe tentova të dal më shumë të shpjegoj punën, sepse ishte me rëndësi për mua që të mos ndodej, të mos përdosej dhimbja dhe betejë e atyre grave. Se për mua është okay, mund të thonë disa gjëra pa drejtësisht, por do kaloj, njerëzit më njohin, kam qenë këtu prej shumë vitesh dhe do jem në vijim, sepse këtë që kam vendosur të bëj dhe jam rikthyer në vendin tim, mas shumë vitesh, pikërisht për të bërë këtë gjë, por të merresh me një kaos të tillë dhe ta përdosësh duke shpikur, duke shpifur, dhe duke thënë që është një transgjinor në atë imazh, ndërkohë që vetë këto gra, për shembull, më thonin që në kohën që po kalonin kemoterapinë, sepse humbja e flokëve është traumatike, është tjetër son, dhe vjen pak edhe nga stigma, por e vjen sepse njerëzit i thonin gjanë si burr. Dhe për to ka qenë shumë e rëndë kjo gjë të rikthehen, të lexojnë komente të tilla. Domethënë kjo ka qenë gjëja që unë nuk ma merrte kur mendja. Mendoja që sigurisht nuk prisja që t'i pëlqente mozaiku kujdo, nuk prisja të kisha mbështetje nga kushdo, komente mizogjene prisja, por nuk prisja këtë formë. Domethënë për mua ka qenë shumë shokuese 2 ditët e para, dhe tani që njerëzit e kanë kuptuar dhe edhe nëse bëjnë ndonjë koment, ose janë ata njerëzit që vazhdojnë me vrerin dhe janë të paguar, ose janë thjesht që s'duan ta kuptojnë dhe unë nuk kam çfarë bëj më tej, po të paktën e kanë kuptuar që bëhet fjalë për një kaos që është kanceregji dhe është një punë artistike. Ti e ke titulluar Dielli i ditës tjetër. Pse e ke titulluar çfarë do thotë Dielli i ditës? Dielli i ditës tjetër sepse unë jetoj për diellin dhe mendova edhe një arsye pse u ktheva dhe nga Londra është sepse nuk mundesh ato të bëj pa diellin. Edhe është një nga gjërat që ne e kemi diellin në qiell dhe e kemi brenda, mendoj ne shqiptarët. Dhe në fakt ajo që po mendoja, nëse mua do më ndodhte që unë të smërsha me kanceregji, çfarë do doja unë, çfarë do më jepte forcë mua, dhe ajo që përgjigjja që i dhash vetes është okay, do doja që të shifja diellin edhe një ditë tjetër.
Dhe prandaj ishte titulli i kësaj pune, Dielli i ditës tjetër. Një nga pjesa e madhe e sulmeve kanë ardhur, siç e the, kryesisht nga të painformuarit, por pas një farë pjesë ka ardhur nga disa që kanë deri diku një lloj dashakësie dhe duke lidhur atë që ju keni bërë me veprën tuaj që s'ka lidhje fare me këtë që do të them, me çështjen e komunitetit LGBT. Duke qenë se ka qenë dhe debati shumë i fortë mbi ligjin e barazisë gjinore që sapo u kalua në kuvend, është atashuar diçka që nuk ka ekzistuar, pra është marrë si një simbol i organizatave të LGBT-s, duke kaluar fare çështjen e kancerit të gjirit apo çështjet shëndetësore. Nuk e di, përpara se të ndodhte gjithë kjo zhurmnaj, ka ardhur dikush nga këta njerëzit akuzues, po themi që të kërkoj fillimisht shpjegim, sepse vepra e ka një autor, e ka një artiste të cilën e thjesht, ndoshta unë nuk e kuptoj çfarë ke dashur të thuash. Askush nuk ka ardhur në pyesi, dhe jo vetëm që nuk ka ardhur në pyesi, por ka qenë shkruar aty, ka qenë kudo, se unë kam bërë një fushat, kam nisur një fushat një javë përpara në rrjetet sociale, aq sa mundem unë, sigurisht tek e imja. Shfaqur edhe te muzeu si. Te muzeu ekziston një shkrim, është një website 12dielli.com, që është një kod QR që mund ta skanosh, është fill poshtë mozaikut. Në faqen time të Instagramit që kam folur për punën, edhe te ministria, edhe shoqata, YVCA, kanë qenë të shpjeguara të gjitha këto. Kështu që trillimi ka qenë kaq i qëllimshëm dhe dizinformimi ka qenë me një ligësi që unë nuk mund ta imagjinoj dot, që domethënë ti do të jesh shumë e ligë që të bësh një gjë të tillë për një kauzë të tillë. Kanë hyrë në Instagramin tim, pra kanë hyrë, nuk mund të thonë që s'kanë hyrë, kanë marrë disa informacione tek tuk që i kanë interesuar, pra që unë kam qenë fotografia e Edi Ramës, patjetër që kam qenë, dihet, kam qenë në mandatin e parë, kam 8 vjet që nuk jam më fotografia e Edi Ramës. Sa për informacion. Besoj se nuk është më katë qenë fotografi. Më vjen mirë që i kam mbetur në mendje, në kujtesë njerëzve, por nuk jam më fotografia e tij. Kanë marrë këtë, dhe duke thënë sorosiane, këto teoritë e sekteve. Pastaj kanë marrë një foto që ka botuar vjet, kanë patur një ekspozit. Ka qenë një gazetare gjermane, thjesht për të folur pak për fantazinë shumë të sëmurë dhe shumë të ligë. Sepse besoj kanë krijuar edhe një narrativa. Edhe mbi ty si person. Po, sepse kanë hyrë në Instagram. Pra informacionin e kanë patur aty, e kanë injoruar komplet, dhe kanë marrë diçka që ka dashur për të krijuar këtë. Kanë marrë një artikull të një gazetare gjermane zviceriane, i cila ishte në Shqipëri vjet, në janar. Ajo ka bërë foto nëpër Tiranë, përfshirë ka bërë dhe foto mozaikut, se është bërë me celular. Dhe ka rastisur në një ekspozit timen që quhet Burri Kështjellës, Man of the Castle. Dhe duke qenë se qasja ishte feministe e punës time, dhe ajo vetë është grua dhe e ka parë arkitekturën në aspektin gjinor, dhe gjinor ajo i referohet midis një burri dhe një gruaje. Se tani fjala gjinor ka marrë konotacion tjetër. Gjinor do të thotë i është referuar pikërisht të drejtave të grave, nuk i ishte lidhje fare. Dhe ajo është frymëzuar nga ekspozita ime dhe ka bërë këtë artikullin me foton e bërë prej sajt në mozaikut. Teoria e tyre, cila ishte që unë pas kam patur në mend që vjet ta bëj mozaikun si një trans. Pse? Sepse ekziston një foto e imja që unë e kam bërë të mozaikut, ndërkohë që ajo e kishte bërë foton dhe më kishte bërë tag mua, pra një trillim shumë i keqadashës dhe i qëllimt. Edhe dje e pash që një nga këta, si duket do jetë lobus i tyre me agendën e tyre, një politikan polak, i djathtë të ekstreme, një tjetër urryes, kuptohet, e kishte bërë share të njëjtën foto, që ka bërë kjo, po këta janë, dhe nuk din as të tryllojnë mirë, sepse emri i gazetares gjermane duket aty, dhe ajo e ka parë, dhe ajo në fakt më ka pyetur dhe ka ndërmend t'i hedhi në gjyq ose t'i thotë që hiqeni, ose ndryshe do t'ju padis, sepse jeni duke keq informuar dhe jeni duke marrë foton time, artikullin tim. Kështu që e kishte bërë tag ky bashkë me të për të vërtetuar që me të është e vërtet. Ndërkohë është një histori më vete, megjithëse u zgjata shumë, sepse njerëzit do thonë çfarë është kjo, edhe e di që nuk bën sens, sepse në fakt nuk bën sens. Por duke qenë se kjo qasje dashakeqe u bë u organizua, dhe si thua, njerëzit në fillim
e besuan, u egzageruan në një formë që siç din ata të bëjnë, që hidh lumë se diçka do mbetet. Domethënë kjo është teoria, unë e kam parë, edhe prandaj unë kam qëndruar larg dhe deri diku politikës apo shumë elementeve të tjera, sepse nuk më takon, nuk kam lidhje me këtë gjë. Unë jam një krijuese. Po të hedhin kaq shumë pislëk dhe aq shumë pavërtetësi, pa pasoja, kjo nuk do të ndodhi. Edhe fillimisht punën tuaj nuk e kam parë fizikisht sepse më desh pastaj që të shkoja fizikisht ta shikoja thjesht për ta kontrolluar. Lindi si një lloj fortune online nga njerëz që realisht ashtu si puna ime në fillim nuk e kishin parë, por duke bërë një edhe artikuj, edhe një nga njerëz të cilët deri diku kanë një zë goxha të fortë publik, në mënyrë që pa e parë, por kanë krijuar nga disa portale ose nga disa postime në Facebook duke krijuar një lloj narrative që ne gazetarësh që e themi që nuk ishin fare të burimi, por thjesht krijuar një fake news. Por tek ajo e cila dua të ndalem është edhe te pjesa e fokusit në cilën ti e ke bërë veprën, sepse janë shumë gra dhe janë shumë vajza të cilët vuajnë nga kjo sëmundje. Dhe duke u marrë me këtë zhurnarin harrojmë jo vetëm mesazhin e veprës, por problemin realisht thelbin. që është shëndeti grave. Edhe besoj më është dukur e çuditshme në gjithë të histori që më shumë është reaguar për një vepër të padëmshme që nuk i bë dëm askujt, ndërkohë që sot e kësaj dite tek onkologjiku ose tek spitalet e tjera janë shumë gra të cilat vuajnë. Edhe ti e the me shumë të drejtë dhe dua të pyes pak pse kaq stigmë mbi figurën e grua, sepse kemi krijuar një figurë idilike, një figurë deri diku poetike, thjesht në imazhin ton që gruaja duhet jetë e bukur me flokë të gjata, e pasëmur, pa kancer. Pse kemi këtë qasje ndaj kryesisht ndaj grave dhe vajzave? Për fat të keq mendoj që vjen pak nga ajo urrëtie që është ndaj grave dhe mizogjinia që quhet. Mendoj është diçka që është te kaluar në vite dhe vazhdon për cilët edhe nga le themi njerëzit që janë publik dhe modelet që janë publike, sepse çdo gjë ka të bëjë me aparencën dhe me dukjen dhe jo me përbërjen dhe me përmbajtjen e njerëzve. Mendoj që ka të bëjë shumë nga patriarkati, sepse këtë është një gjë që kërkon prej teje, pra ti ke një funksion në familje që në vigjeli, ti ke një funksion që du t'jesh vajzë mirë, vajzë urtë, dukesh bukur, domethënë t'jesh e pëlqyeshme sipas modelit. Po, sipas modelit. Dhe duhet t'jesh gjithmonë e kujdesshme për të tjerët, etc. Dhe për fat të keq kjo është ky është një model shumë rrezikshëm, sikurse është e kundërta, se mendoj që patriarkati dëmton po ashtu dhe djemt dhe burrat, sepse i thotë që ti duhet të jesh i fortë, nuk duhet të qash. Flasim që kur janë të vegjël, domethënë fëmijët janë njësoj të gjithë dhe kanë nevojë për dashuri dhe për kujdesje, që nuk duhet të qash, duhet të jesh, domethënë duhet të kesh këto dhe këto, se nëse nuk ke makinë, nëse nuk ke këtë, nëse ti je një hiç. Dhe kjo sjell ajo që quhet jashtë vendit epidemia që prek shumë burrat e vetmisë, etc. Sepse ndërkohë andej dhe gratë kanë një lloj pavarësie. Eventualisht shumë gjëra do vinë dhe këtu dhe duhet të shohim shembujt se si të mos i bëjmë disa gjëra. Mendoj kjo është e para dhe e dyta është siç e tha dhe ju, pjesa e kujdesit shëndetësor të grave nuk është diskutuar mjaftueshëm siç duhet, që t'i kërkohet dhe t'i bëhet një lloj veprime konkrete për sa i takon onkologjikut. Unë vetë nuk mund të flas për të gjë sepse unë jam artiste, nuk jam politikane, nuk kam asgjë në dorë, nuk jam marrë ndonjëherë. E di që është një temë shumë e vështirë. Ndjes që të ndërpret sepse po lexoja disa nga komentet e profilit jot që të kërkonin llogari për pse nuk rregullohet kjo dhe pse nuk rregullohet ajo. Si duket sikur domethënë ndërkohë unë nuk kam lidhje. Ajo që mund të bëj unë si artiste është mund të ndërgjegjësoj. Pra ajo që mund të bëj unë është të them zbulojeni në kohë, sepse ç'a ndodhe një gjë tjetër që ne harrojmë, që ato ilaçe që kërkohen, patjetër që duhen dhe kushtet, çdo gjë, ato janë pasoja, jenë në një stad që kemi të kaluar, jemi aty në një luftë, jemi në një betejë. Ne po flasim për parandalim. Po flasim që ne të kujdesemi të dëgjojmë shenjat që na jep trupi, të bëjmë vetë kontrolle, sepse është në fakt të parë shumica grave me të cilat kam folur më kanë thënë, unë e dija që kishte diçka që nuk shkonte. Domethënë e ndjeja.
dhe e kanë zbuluar, shumica për tyre kanë zbuluar vetë, kanë patur një dyshim, kanë shkuar, kanë bërë mamografin. Pra ideja është që ti ta zbulosh përpara, të bësh më shpesh mamografi, ti është më kujdesshme pak për veten, nuk e parandalon dot asnjëherë për ne, sepse është prek në 1 në 12 gradë, është një statistikë shumë e frikshme. Kam takuar pafund njerëz që kanë patur, njerëz që kanë humbur ose që dikush i po e kalon këtë betejë. Ajo që mund të bëjmë është pikërisht të them këtë gjë, që të mos arrim aty dhe plus, por më tepër unë doja thjesht gjithashtu të dedikoja grave që e kanë kaluar këtë betejë, edhe ato që e kanë humbur këtë betejë, sepse ka qenë prapë një luftë shumë e fortë dhe ato që po e kalojnë. Doja t'ia dedikoja forcës së tyre, nuk ishte për të thënë asgjë tjetër. Pastaj, se çfarë ndodh, unë shpresoj që gjërat të përmirësohet, prapë është një temë që po diskutohet dhe për këtë më vjen mirë. Por mesazhi është pikërisht ky që të solidarizohemi me ato gra dhe mos t'i stigmatizojmë më pjesën e të qenurit jo mirë, sepse është okay, jemi dhe ne njerëz dhe mund të sëmuremi. Atëherë kur sëmuremi, kemi nevojë për ndihmë, kemi nevojë për forcë, të njëjtën forcë që ne japim dhe e kemi brenda, kam nevojë që të kem forcë prej teje, prej dikujt tjetër. Besoj se vepra juaj deri diku e ka arritur të qëllim që të evokojë diçka përpos aspektit estetik që duhet të ofrojë arti, ka ngritur dhe një diskutim shoqëror përtej zhurmnajës dhe ofendimeve, ka ngritur një diskutim jo vetëm shoqëror dhe publik, por edhe politik, që të krijohet një lloj vëmendje kundrejt kauzave të tilla. Dhe besoj se në fundit ky është qëllimi i artit. Po, besoj se po, dhe përpiqem, dhe në fakt nuk është normale, as nuk duhet të shpjegoja se çfarë kam bërë, sepse nuk jam teknikisht jam një krijuese dhe por për shkak të disinformimit që ndodhi, e ndjeva shumë nevojshme që të flisja. Aq shumë sa që jam lodhur pak tani edhe me veten time, po më kanë thënë që duhet mesazhi duhet thënë dhe përpiqem ta bëj, por është e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë. Dhe është e pashmangshme që ka keq kuptime, nuk pres që çdo kush të jetë dakord me këtë gjë, megjithse ka marrë fjalë pafund pozitive dhe nga kritik arti që zakonisht janë pak më të ashpër, nga njerëzit e thjesht, nga gratë vet shumë, kështu që mendoj dhe shpresoj që është arritur një lloj qëllimi që ky mesazh të çohet. Dhe shpresoj që njerëzit përpara se ta gjykojnë diçka, sidomos një vepër arti, të informohen se çfarë do të thotë ajo ose cili ka qenë qëllimshmëria dhe pastaj të dalin një konkluzion ose edhe një fushat deri diku në rrjetet sociale apo mediatike që po vazhdon akoma, jo vetëm kundër teje, po dhe deri diku dhe komunitetit LGBT dhe njerëzve të cilët ndoshta nuk kanë lidhje apo nuk kanë faj fare me çështje të tilla. Pikërisht, më pak urrëtie. Nuk ka asnjë gjë të bukur të çosh në botë, jemi kaq pak, harrojmë që jemi në një kohë kaq të shkurtër në tokë. Domethënë thjesht ndalemi vetëm një sekond. Pse do të urresh? Domethënë për aq kohë sa nuk të dëmton ty, dhe për aq kohë sa për më tepër që ne kemi të gjithë probleme nga më të ndryshmet, pse duhet ta shpenzosh atë kohë që jemi gjatë që mund të shohim diellin, sot jo se është gri, për fat keq ka londre, por për aq kohë sa mundemi të shohim të jemi gjallë dhe të japim energji të mirë, pozitivitet në botë, dashuri, pse duhet të sillim urrëtie? Pse? Domethënë, nuk është natyra njerëzore kjo, dhe aq më tepër jo natyra shqiptare. Dua ta mbyll me këtë mesazhin që sapo thej, që njerëzit informohen më shumë dhe ta duan një çik artin më shumë pa e paragjykuar. Blerta, të falenderoj shumë që ishe në këtë intervistë, të falenderoj dhe për pjesën e veprës tënde që mundohesh të sensibilizosh, sepse besoj se arti në fund të ditës këtë ka si detyrë përtej zhurmnajës dhe reagimeve edhe ofendimeve ndonjëherë që besoj se janë të tepërta në raste të tilla dhe shpresoj që të shihemi në projekte të ardhshme pa kaq shumë zhurmë. Faleminderit shumë.